Në Shkodër ishte sot Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili së bashku me të ngarkuarin me punë të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Clive Ramboges, u takua me drejtues të policisë së qarkut të Shkodrës për të diskutuar për nevojën e forcimit të masave në luftën kundër krimit dhe drogës, veçanërisht gjatë sezonit turistik veror. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Pun Sulo, njofton. Pas një takimi me dyert të mbyllura me drejtues të policisë së qarkut të Shkodrës, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili shoqëroi në Shkodër nga i ngarkuari me punë i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Clive Ramboges, u shpreh për media se kërkoi nga efektivet e policisë fillimin e luftës kundër krimit dhe kultivimit të bimëve narkotike. Pas Lazaratit u shpreh ministri Tahiri, rezultate të rëndësishme janë arritur edhe në qarkun e Shkodrës në drejtim të luftës së policisë kundër kultivimit dhe trafikimit të bimëve narkotike, luftë kjo e cila sipas tij mbetet një objektiv i vazhdueshëm i policisë së shtetit. Lufta kundër kultivimit të lëndë narkotike dhe trafikut ndërkombëtar të lëndë narkotike nuk mbaron brenda ditës. Bashkë me partnerët ndërkombëtar kemi ndërtuar platformat e bashkëpunimit në mënyrë të tillë që lufta kundër drogës të mos konceptohet shoqërisht paktën brenda vendit si luftë ekskluzive e policisë shtetit, përkundrazi është krim ndërkufitar dhe meriton vëmendjen tonë dhe të partnerëve tanë ndërkombëtar. Gjë që sot është në nivele maksimale dhe rezultatet duken. Ministri Tahiri u shpreh vendosur për të garantuar sigurinë e qytetarëve gjatë sezonit turistik veror, mbështetur edhe në bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar. Sfidat janë të shumta, veçanërisht në këtë kohë që është dhe sezoni turistik dhe policia e shtetit është 100% të efektivit saj është në shërbim të qytetarëve për të përballuar fluksin e turistëve dhe veçanërisht edhe në qarkun e Shkodrës. Por gjithsesi, domosdoshmëria për të shërbyer qytetarëve dhe mbi të gjitha domosdoshmëria për të pasur rezultate të forta në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit mbetet prioritet absolut i qeverisë, i Ministrisë Punëve të Brendshme, imi personal, por natyrisht edhe bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar është një platformë e domosdoshme dhe është platforma e duhur për të ndërtuar rezultate solide në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Bashkëpunimi me partnerët ka qenë i shkëlqyer dhe besoj do vijojë të jetë i tillë. Ndërsa i ngarkuari me punë i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Clive Ramboges, tha se ishte në Shkodër për të shpjeguar se sa i rëndësishëm është roli i policisë për vendin dhe të ardhmen e tij në Bashkimin Evropian. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, u shpreh i ngarkuari me punë i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, janë përparësitë kyçe në këtë rrugë dhe roli i policisë është absolutisht kryesor. Ai shprehu kënaqësinë e tij për rezultatet që policia e Shkodrës ka arritur në luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike, për të cilën ai tha se është pjesë e arritjeve që Shqipëria ka bërë muajt e fundit në shkatërimin e bimëve narkotike. I ngarkuari me punë i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri tha se ishte në Shkodër së bashku me ministrin Tahiri për të promovuar luftën kundër krimit të organizuar dhe për të lëvizur bashkërisht përpara edhe në këtë pjesë të rëndësishme të Shqipërisë. Pas Lazarati, qarku i Shkodrës është zona e cila vitet e fundit ka qenë në shënjesër të kultivuesve dhe trafikantëve të bimëve narkotike. Vetëm gjatë këtij viti, forcat e policisë kanë zbuluar dhe azjesuar me mijëra rrënjë të bimëve narkotike, ndërkohë që harta kultivimit të tyre tashmë është shtrirë edhe në zona të paidentifikuara më parë. Po ndërkohë që janë azjesuar sasi të mëdha të bimëve narkotike, policia vendore ka dështuar në përpjekjet e saj për identifikimin dhe arrestimin e kultivuesve të drogës. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pun Sulo.